Kemi mbritur në studio dashumiq pas këtij materiali shumë interesant dhe ashtu si kundër kemi anoncuar edhe pak më parë, tema e radhës që do të flasim tashmë është meditimi. Është një mjet i fuqishëm dhe shumë i thjeshtë që mund ta ndihmojë në uljen e stresit dhe rritjen më të madhe të fokusit në përditshmërinë tonë. Gjithashtu, ashtu si kundër thamë edhe pak më parë në largimin kryesisht të mendimeve të errta, atyre që ne kur shtrihemi për të fjetur, ndoshta e teprojmë ato dhe nuk na zë gjumi. Megjithatë, do të kemi mundësi të diskutojmë se çfarë është dhe detaje të tjera si këto. I themi mirëmëngjes mjeshtrit të meditimit Justin Goçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi që jam këtu me ju. Çfarë është meditimi dhe cilat janë disa nga teknikat kryesore që përdoren për ta praktikuar atë? Meditimi është një gjë që lind me njeriu. Çdo njeri prej nesh mediton në mënyrë natyrale. Por nëse ne bëjmë atë në një mënyrë më të drejtuar nga ana jon, atëherë ne do të kemi një jetë më produktive. Çfarë na fal meditimi është një relaks i thellë i trupit ton. Dhe ky relaks çfarë është që trupi qetësohet, edhe automatikisht mendja dhe trupi duke qenë se shkojnë bashkë, atëherë mendja gjithashtu qetësohet. Në këtë formë, duke i dhënë përditshmërisë tonë një gjendje më të lartë emocionale, pozitive, duke ndikuar edhe të mendimet negative, duke i përmirësuar ato. Kjo është teknika e meditimit transcendental që unë i mësoj njerëzve prej 11 vitesh, për ata që e kanë një jetë të mirë, por e duan akoma edhe shumë më të mirë. Shumë artistë, shumë njerëz të famshëm, politikanë gjithashtu e kanë mësuar. Dhe kështu që ka rezultuar shumë e mirë dhe lehtësuese duke na falur një qetësi gjatë meditimit dhe një qetësi që vazhdon me ne gjatë ditës në mënyrë krejt natyrale, edhe ti thua si ka mundësi jam kaq mirë. A mund të mësohet meditimi mjeshtër në mënyrë autodidakte? Pra, mund. Mund? Po, mund të mësohet. Mirë po, pse duhet të lodhesh aq shumë në të shpenzosh ndoshta vite për të kuptuar më të mirat? Prandaj unë kam bërë një trajnim 6 muaj në Tajland, ku meditonim 6 orë në ditë dhe vendosa ta sjell pasaj në Shqipëri meditimin transcendental, falë edhe të nderuarit Zotit Ramadani që bëri një paraprirje situatës time me librin e tij edhe një sponsorizim që e bëri për diku 800 njerëz. Kështu që patjetër që duhet ta praktikojë çdo njeri, edhe pse jo të futet edhe në përshkollë. Që fëmijët, kur të vend 18 vjeç, mos të jenë njerëz të palumtur dhe të humbur nga jeta dhe nuk do dinë çfarë të bëjnë pasi mbarojnë shkollën apo para se ta fillojnë shkollën. Në këtë formë ata do të jenë njerëz më të qartë për jetën e tyre, se çfarë duan të bëjnë dhe se si ta bëjnë më së miri. Tani, se mund të ketë akoma konfuzion nga qytetarët shqiptar për të kuptuar diferencën mes meditimit dhe ushtrimeve të jogës. A kanë lidhje me njëra tjetrën apo jo? Sepse një pjesë mendojnë që meditimi shkon edhe përshtat me ushtrimet e jogës. Meditimi është joga e mendjes. Yoga asana, ushtrimet e jogës janë yoga nisur nga trupi. Por çfarë do të thënë yoga? Në esencë, nëse kuptojmë këtë, atëherë kuptojmë të dyja. Yoga do të thënë uniteti një bote të padukshme, ekzistence, me një botë të dukshme të prekshme. Ne i kemi të dyja këto. Por njeriu zakonisht përqendrohet vetëm te bota relative e materializuar, e prekshme, që shikon. Edhe çfarë duhet të bëjmë është ta kthejmë vëmendjen për brenda, të zbulojmë botën tonë të brendshme. Për shembull, një pyetje, se njerëzit thonë, ku është kjo botë e brendshme? Se shoh. Po ku lindin ato mendime pafund që ke brenda vetes? Ka një Po pra çuditem dhe unë me veten. Ka një burim të nëse ke kohë ta vrasësh mendjen po. Pra, ka një burim të pashtërshëm informacioni që neve na vjen në mendjen tonë. Energji e pashtërshme. A nuk kemi kurioz ta zbulojmë atë se çfarë është brenda nesh? A nuk kemi kurioz të kuptojmë se kur mendojmë për një njeri që kemi shumë vite pa e parë, ndoshta mbas 10 minutash do e shikojmë në rrugë? A nuk kemi kurioz të kuptojmë se çfarë është kjo botë e brendshme që na lidh me njëri tjetrin? Momentin që njeriu transcendon çdo ditë dhe rregullisht, ai fillon të kuptojë unitetin midis botës relative dhe botës së harruar të brendshme absolute, që është e brendshme janë. Dhe
Kur këto të dyja takojnë njëra tjetrën çdo ditë, kjo është procesi jogës. Sa minuta në ditë takojmë ne këtë botën e brendshme me botën absolute, me botën e jashtme? Mund të nisësh me 20 minuta para dite, 20 minuta mbas dite. Aha, po pas kemi shumë kohë, po që nga kohë e gjatë. Po shumë njerëz e pinë ndoshta 30 cigare edhe u shkon 1 orë gjatë ditës. Pse mos të bëjnë 20 minuta meditim, të cilat të përmirëson në çdo drejtim, edhe ke 700 fakte shkencore që ajo ta përmirëson jetën. E qartë, po a përmirëson vetëm shëndetin mendor, mjeshtër, apo edhe të fizik? Dhe nëse po, si mundet që meditimi të ndikojë në shëndetin fizik? Duke njohur botën e brendshme, arrin të kuptosh që bota e jashtme fizike është burimi i botës së brendshme. Nëse kupton botën e brendshme, drejton dhe botën e jashtme. Pra nëpërmjet meditimit e kuptova që kaq kishe dhe e kuptova logjikën. Përmes fuqisë së njeriu, po që të arrihet fuqia e njeriu të kuptohet intelektualisht, të arrish pastaj ta aplikosh, ke nevojë për meditim. Sepse ke nevojë të trashëndosh, të kalosh aktiviteti minimal mendor dhe të kontaktoj mendje individuale e quajmë qenjen, pafundësinë. Dhe këto janë eksperienca që përjeton medituesi nga 3-4 ditë. Po, edhe medituesi që i përjetojnë këto, në fund thonë u zgjova, apo ja? Disa zgjohen më shpejt, disa më vonë, por me rëndësi që çdo hap i tyre është një hap drejt zgjimit. Absolutisht po. Përveç se i kanë një jetë më të mirë, 2-3 ditët e parë. Jam kurioz, mjeshtër, gjithë ata që duan të hyjnë në botën e meditimit, ja dalin të gjithë me sukses? Ka nga ata që kanë pengesa rrugës dhe nuk arrin dot të shkojnë dhe të prekin qoftë kënaqësitë e meditimit apo limitet e tij? Nuk besoj që kur dikush ka një vullnet dhe dëshirë të fortë për të mësuar çfarëdo do gjëje, duhet të ketë një pengesë. Një pengesë është vetdia. Me ata që ju keni punuar, ka rezultuar gjithmonë e suksesshme 100%? Kanë qenë shumë të pakët rastet që nuk ka mundur të instruktoja meditimin transcendental, që është teknika më e mira në planet. Mund të them 1 në 600, por jo për fajt të teknikës, por personi nuk e ka aftësinë ta kuptoj plotësisht meditimin. Okej. Nuk ka inteligjencën ta kuptoj tamam çfarë do të bëj. Atëherë, që ta kuptoj rrugës, është shumë i vështirë. Okej, që mos ta ngatrojmë rrugës, se edhe unë ndodh ndonjëherë pavarësisht se kam tentuar të bëj teknika meditimin, ndodh ndonjëherë që edhe nuk e kupton. Në praktikë, edhe për ata që na ndjekin tani, na shpjegoni një teknikë si duhet të qëndrojmë, si duhet të sillemi, si duhet të rregullojmë frymarrjen tonë, se kam përshtypjen që meditimi shkon edhe në raport me frymarrjen apo jo? Jo. Mund të shkoj. Po, pra ne tregon një teknikë specifike kështu praktikisht. Ka teknika, por le ta bëjmë ndarjen një. Po. Paraprakisht. Ka teknika që bëhen me përqendrim, ka teknika që bëhen me soditje në mendime ose mindfulness. Dhe ka teknika për trashëndim, që është meditimi transcendental që unë mësoj njerëzve. Më i miri nga të gjitha ato. Tashi, për ta praktikuar një teknik, ti mundesh patjetër të përqendrohesh te frymarrja. I ke në YouTube shumë teknika. Edhe pse unë nuk i sugjeroj. Për arsye se është mirë që dikush nëse do ta mësoj meditimin, si tham, mund të marrë 3-4 vjet të mësoj vetë dhe të kuptoj deri diku, por ai asnjëherë do jetë i sigurt për atë që bën, derisa të pyesë një person që ka shumë eksperiencë edhe njeh shumë mirë meditimin. Edhe është një mësues apo një mjeshtër. Kështu që një teknikë është shumë e thjeshtë. Ti mundesh thjesht të mbyllësh syt e ta ndjesh pjesë të trupit tënd. Po ja. Hajde e bëjmë në Jo, praktikë. nuk do ta bëjmë tani. Po do ta bëjmë, se duhet ilustrojmë për qytetarët si ta kuptojnë. Ja, unë po mbyll syt. Nuk ka çfarë. Ka një pozicionim të tillë, edhe me duar, dhe ndërkohë ti më thuaj pra 2-3 indicie çfarë unë në momentin që mbyll syt duhet të mendoj. Edhe si unë të kaloj në proces meditimi. Mirë, ta them unë, thuaj që je në dhërmi, ka dalë dielli dhe ke një koktejl ndosh. Edhe ajo është teknikë meditimi. Ti mundesh të mbyllësh syt edhe të mendosh gjërat që ty të pëlqejnë që je duke i bërë. Që janë të mira dhe nuk janë të dëmshme për njerëzit e tjerë. Që të japin një ndjesi të mirë. Kjo në vetë është meditim. Por dhe ne që flasim në vetë është meditim, po përdorim potencialin mendor për një qëllim të caktuar, për të mësuar diçka. Është meditim pra duke folur për diçka, duke hulumtuar për diçka në mendimet tona dhe në bashkëbisedimin ton. Kështu që tham, meditimi ka lindur me njeriu. Por edhe shiu bie natyrshëm, por neve që ta uisim lulen, shkëm çdo ditë ta uisim, jo kur bie shi. Nuk presim shiun që ta uisim. Në këtë formë, lulja, pema do ketë fruta më të mira, do ketë lule më të bukura.
Po kështu, nëse ne meditojmë çdo ditë në mënyrë të zgjedhur nga ana jonë me vullnetin tonë, nëse është teknika meditimit transcendental është super, atëherë ne çdo ditë do jemi shumë më mirë. Jam shumë i qartë. Megjithatë, më lejoni t'ju bëj një pyetje. Për gjithë ata që duan të hyjnë në rrugën e meditimit, ka një fazë paraprake për ta përgatitur veten psiqikisht, mendërisht, qoftë edhe fizikisht për t'ju afruar kësaj lloji teknike, pra apo mund të shkojë direkt pra me një takim edhe Një grup njerëzish që vuajnë nga ankthi edhe depresioni apo ataket e panikut kanë nevojë për një parapërgatitje. Për këtë arsye, nuk e din se kemi folur tjetër në emisionin tuaj bashkë. Kemi folur për meditimin, po. Anktin, depresion, ataket e panikut. Unë kam krijuar një program, ka dalë shumë i suksesshëm, edhe nuk kam dëgjuar asnjë rast tjetër që të ketë kaq shumë sukses. Edhe këtë e bëj përmes programit Get Released. Sa të vija ai të meditimit transcendental, unë bëj shumë praktika të ndryshme që ta reduktojmë plotësisht ankthin, ataket e panikut, që ai të jetë gati për meditimin transcendental. Sepse meditimi transcendental është teknikë shumë e fuqishme, edhe ne duam të marrim eksperiencat në mënyrë më të qartë ajo, në mënyrë më të mirë nga ajo. Kështu që në disa njerëz ka raste, dhe shumë faleminderit për pyetjen. Të lutem, dhe cilat kanë qenë rastet, nëse referohemi të gjithë atyre klientëve që ju keni pasur dhe keni punuar më të suksesshme, pra le ta marrim të qenë që ka ardhur dikush tek ju me probleme ndoshta, me këto mendimet e errta që ne folëm pak më parë, ka ardhur dhe ka ndryshuar jetën e tij. Si ka ndryshuar jetën? Po, ky programi që po ju them ka dalë suksesshëm me mbi 200 raste deri tani, dhe një nga këto rastet ka qenë një zonë që ka bërë dhe një video në YouTube-in tim të kanalit tim, kemi qenë dhe në televizion me të, dhe ka qenë mbi 15 deri në 17 vite me ilaçe, medikamente, kishte provuar çfarëdo lloj forme që ekzistonte në treg, edhe në fund fare se zakonisht më zgjedhin mua. Dhe jo që i medikamentet? Po, plotësisht jeta e saj është shumë mirë. Nuk ka asnjë, nuk merr medikamente, nuk ka mendime negative, e shijon jetën e saj, edhe nuk ka probleme me punën e saj, është gjithçka shumë mirë, normalisht. Super, faleminderit shumë Mjeshtër që ishit me ne në studio dhe për gjithë këshillat që dat. Patjetër që edhe meditimi është proces i jetës dhe do duhet që ne jetën ta jetojmë të kthiellët. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi.